Sot kemi edhe një motor tjetër bashkë me ne që po na shoqëron. Hëmo. Urlodhët, jeni okej? Në këtë flasë e disdigjojnë gjë. Si rruga që bëm herë në fundit? Ja, në asë mënyrë. Ure pasha. Në asë mënyrë. Këto videot janë dhe të bukura se shumë njerëz që janë emigrim shikojnë vendin e tyre, sidomos ata që kanë vite pa ardhur. 3 kilometra? Jo, jemi të shik. Si kaluat? A? Ja, një sekunda shikoj. Jemi 15 kilometra. Që atje? Që këtu. Përshëndetje. Nuk të pati shenj. Që ushtarët italianë në kulturën që kishin në ato vite, i bënin këto në kujtim të dashurave të tyre, po dhe familjes, nuk ishte thjesht. Ne, se ata kanë qenë romantik që në atë kohë, se ne ishim akoma lidhe qeni ti moj qene. Po, lidhe për kokë të satëme. Se ata janë ishin me kulturë që ka rëzik, nuk e di e harrin do të apo jo. Në rregull, më dëgjon mua? Jo, të kam të po të dëgjoj pak larg në fakt. Po pse? Po tani fa fort. Më dëgjon? Tani okej. Okej. Se kam vendosur mirë kokoren dhe po dëgjoj shumë zhurën. Po pse se vendose mirë? Pse unë nxitove? Urdhro? Pse nuk e vendose mirë, them, pse unë nxitove? Po ja thuaj pse. Përshëndetje miq. Përshëndetje të gjithëve. Ja dhe stresi u fut direkt në bisedë. Pse mos u futem? Atëre, përshëndetje të dashur miq. Pas një mungese shumë të gjatë, e gjetëm një moment për të dalë një xhiro me motor. Besoj do na kuptoni ju që jetoni brenda Shqipërisë, sepse dhe koha nuk ka qenë fort e përshtatshme. E keni parë shumë mirë që mbi një muaj e ca gjithë më ndori bëri shi, pastaj filloi pak ftoma, ndërkohë filluan dhe përmbytjet, që do të thotë koha nuk ka qenë në favorin tonë. Sot është ditë e diel, data sa jemi sot? Sa harova? Nuk më kujtohet për sot jemi 18 janar. 18 apo 19? Sa është sot? 18, 19 është nesër. Mirë, s'ka gjë, do ta vendosim këtu në ekran një moment gjatë montimit të videos. Atëherë, siç po e shikoni, sot gjetëm pak kohë. Sot kemi edhe një motor tjetër bashkë me ne që po na shoqëron. Përpara është Edi me Adën, janë miq tanë.
E di pavarësisht se është si puna ime që ka një të tërë në motor, në kuptimin e mirë të fjalës u bë pak xheloz dhe bleu dhe ai motor dhe po përgatitet për udhime të gjata. Edi më sugjeroi për një agroturizëm në Glavë të me Maliajt. Nuk është se kemi qenë ndonjëherë, por koha si që shikoni qielli është shumë i bukur, është blu, nuk ka asnjë lloj reje për momentin, dhe e vendosë momentin e fundit. Plus që edhe stresi na stresoj. Se, duke të thënë dua gjiro me motor. Jo, ndryshk motori. Ja për çaj kemi bler. Po të drejtë kam jasime. Jo, mos po edhi më video, filloj, ke parasysh si fillojnë streset për shumë gjëra. Jo, mos e besoni, nuk është e vërtet. Se ma ka vënë emrin, më ka nxjerrë namin kot. Që të hanë veshët. Po, Graria. nuk është e vërtet dhe se lexoj ca komente që nuk është e vërtet, mos e besoni. Tani po ecim dhe pak avash se siç e tham Edi tani e ka vler motori, nuk është se ka shumë kohë. Dhe akoma nuk i ka mbushur 1000 kilometra. Do me thënë nuk ka bërë akoma ndërimin e vajit të parë. Dhe nuk do që ta sforcoj. Edi e mori më shumë për në qytet në fakt, sepse është modeli i Voxhit 525. Por kjo nuk do të thotë se nuk bën udhëtime. Pavarësisht se nuk i dëgjoj të gjitha këshillat e mia, se shumë bukur mund kishte marrë dhe valigjet anësore. Dhe mori vetëm valigjen e mezit, atë mbrapa. Dhe tani të dashur miq, nëse mbani mend kush e ka parë videon e Mazhar Sinanaj, atë malin atij e kemi ngjitur. Ja gjithë atë malin atje që shikonim rrugën të tej. Mos do të vesh prap. Unë se kam problem, po Jo. stresi nuk ma mendja se të doj përsëri. Jo, unë dori këtu do të pres derisa të mbarosh. Ja, jo që më qafe stresit të dashur miq. Ja dhe vjosa që këto kohët e fundit është tërbuar fare. Ja, se qetësua tani. Ne tani u qetësua, po u tërbua them kohët e fundit. Po, ne po them. Se bëri shumë dëme, të themi të vërtetën, pavarësisht se shumë njerëz nuk e kuptojnë kur nuk u ka ndodhur, po ka bërë shumë dëme në për shtëpira, në për bagëti. Ja të dashur miq, ajo ishte rruga që bëm atëre, Mazhar Sinanaj. Këtë malin këtu kemi ngjitur. Ju falenderoj shumë për klikimet që mori, e pëlqyen shumë. Dhe ishte shumë spontane si video, sepse nuk u nisëm për ta bërë, nuk e dinim se çfarë na priste të drejtën. Unë nisem për një xhiro shumë të shkurtër atë ditë. Po, Edhe që na doli më e gjata. Apo jo? tani kush ishte ajo rruga atje që po shikojmë që duket e madhe, Ajo do është, keq. ajo është, Jo, s'ka edhe këtej tjetër. më duket, edhe kjo këtu. Po. I gjithë ky mali miq duket i thjesht, Ajo është andi. por ju e pat vetë se si ishte rruga. Se duket sikur ishte shumë e thjeshtë, po më besoni nuk do të thashë që Po, thjesht sepse një 2-3 komente po, thoshin që jo ashtu jo kështu, po më besoni është tjetër gjë se çfarë shikohet në kamerë. duhet ta provosh Dhe herë dhe plus duhet ta pastaj. kuptoni që një motor adventure i tillë i ngarkuar vetëm me pajisje, vetëm me gjyra është ta kaluar te 300 kg. Sepse njerëzit gjithmonë mendojnë se marrin një enduro dhe kuptohet.
Ja filloj me komente, jo, po s'është motori për ty, jo, po kështu, jo. Duhet ta provoni njëherë që ta Në fund të kuptoni. fundit, ati që nuk i pëlqen thjesht nuk e ndje kanalin ton. Na mjaftojnë të gjithë miq që kemi që janë dashamirës dhe e ndjekin kanalin ton për bukuritë e natyrës ton, për bukuritë e Shqipërisë, për vende që dikush nuk i ka vizituar dhe pse jo merr informacion dhe i vë në listë për të vizituar. Ne asnjëherë nuk kemi treguar ndonjë gjë që jo unë shumë me motor, jo pilot, jo gjëra, nuk na intereson ajo gjë. Çdo gjë e bëjmë. Edhe mosha është e tillë në kuptimin që si jemi më adoleshent, i kemi kaluar ato faza dhe më beson i kemi kaluar shumë faza. Dale se edi po na flet. Që nuk dëgjohet 2 asgjë. kilometra do kthehemi. 2 kilometra. Okej. Po eci unë para. Nandi dhe Edi u morën vesh për shënje. Po morën vesh me shenja Se se do Nandi- flasim gjuhë të ndryshme. Nandi vërtet edhe gjithë duket sikur do dëgjoj Edi, po në fakt e dëgjoj vetëm unë. Kjo është një nga pamjet më të bukura që më pëlqen kur afrohemi me Maliajt. Sidomos kur koha është e bukur. Pejsazhi është vërtet magji. Për ata që e bëjnë çdo ditë dhe e bëjnë shpesh, u duket gjë normale, po për ata që e bëjnë për herë të parë, më besoni, duket shumë bukur. Nuk besoj se do të mos ketë njeri mos ta ketë bërë të rrugë. Po, pa për 650 metra duhet të kthehemi, 600 metra. Po, tu, 500 metra, miniera e Qymergurit, tu duhet të kthehemi. Dhe pasur që kujdes. Atëre këtej tani dhe ne po futemi për herë të parë, nuk është se e dim, nuk është se e njohim të rrugë. Jemi 27 kilometra. S'është nevoja ta themi, po në rrugë të ngushta të tilla duhet bëjmë shumë kujdes. E kemi thënë me mira herë tashmë. Tani kjo i bie... Qa është kjo? Kjo këtu ka qenë miniera apo? Nuk e di. Kishte rënë tabelë se nuk pa gjë. Po, besoj se po. Kështu duket. Si jo nuk thoshte gjë. Jo, tabelë nuk lexova gjë unë, po. Jemi 25 km larg nga Glava. Më duket se humbëm Edin, s'po e shikoj në pasqyrë. Mbas ishte, po ecën shumë avash Edi. Po ecën avash Edi? Shumë fare. Ja, ndalo pa këtë që ta presi. E pash, u shfaqën dritat në pasqyrë. Maricaj. Ose ka Marikaj edhe ka naruar ta shkruajnë cën me kë, e ka menduar ta shkruajnë anglisht apo Maricaj duhet ta ketë. Marisa do ta ketë, se s'ka mundësi tjetër. Shumë fshat i vogël ky. Apo do t'jetë do ketë andej, po.
E lezetshme si zonë, e bukur. Sepse tani këto vëndet duan me motor, sepse rruga autostrada dhe rrugët nacionale na janë bërë Po janë bërë të tashmë të mërzitshme, do thosha. shumë fare. Unë sidomos njerë kur i them Nandit, ka ndonjë rrugë tjetër, i them mos do futemi në autostradë. Jo, po stresi do, të me thënë, do rrugë të reja, i do këshu aventur, po duhen t'jenë dhe asfalt. Si ajo që i kom. Tani, qofse do natyrë, do... Ja, kështu të them, jam okej unë, shko sa mirë është kështu. Po jo si ajo... Atere, Zhapokik. Zhapokik. Kjo duhet t'jetë qesh. Ja, kjo Villa Sofia, këtu do vemi, ne? Tani se di, kjo është... Miniera këtu, apo? Nuk e di. Duket e di? Duket. E di në mbrapa, është në mbrapa. Shumë e ngusht kjo. Okej. E bukur. Lumi poshtë, nuk e di sa duket në pamje. Temperatura 14 grad. Do thosha perfekte. As ftoht, as vap. Bile me veshjet që kemi është normale. Po s'ka rëmpisha këtu. Dashur miq, po ju bie rruga këtej, bëni kujdes, është vërtet shumë e ngushtë. Edhe nëse jeni me makinë këtu, dy makina duhet të uli shpejtësinë, besoj fare, në zero. Më duke filloj çakulli. Po pse kështu do t'jetë? Jo, prap ti me të rrugë. Ja, ky çakull, po s'ka lidhje me atë, është i ngjeshur, është i fortë. Ja, kaq ishte. Ishte thjesht i pashtruar, ose shprishur. Jemi 20 km larg. Villa Sofia quaj ajo, se pash dhe tabelën. Dashur miq, bëni kujdes në rrugë të tilla, sepse siguria është mbi të gjitha. Okej, kur ke fush pamje dhe ti e shikon, por ja si ndodh që ikën asfalti dhe bëhet çakull. E ke mbyllur valizën mbrapa një, apo? Po, s'ke valizë të hapur. Duket kjo asfalti është i sapo hedhur. Edi nuk po e shikoj tani nga pasqyra, po u shfaq.
Ndërkohë presim dhe Edin, bëjmë dhe një filmim për rojnë këtu. Mo. U lodhët? Jeni okej? Unë ka të flasë Edi s'digjojnë gjë. Edi do qeshi kur të shkoj videon, sepse nuk e di që po bëjmë thashe themne edhe po e mbaj në goj. Mos e ka zën lemza. Këtu duhet këthemi në Buz. Ja, thot Villa Sofia, okej. Ja, deri në këtë rrugë shu e pranon stresi ka që? Po, Që ky është asfalt, i thënë që në asfalt, sepse është midis çakullit dhe asfaltit, është e pranueshme. është i bukur, i Jo, lezetshëm. Si rruga që bëm herën e fundit? Jo, në asnjë mënyrë. Ure pasha, Në asnjë mënyrë. kjo është e lezetshme. I vogël lezetshëm ka bukurinë e saj, ë? Dhe si i pastër duket, i rregullt. Ç'a do jetë kjo? Nuk e kam ide. Zyra janë, po se qa në instrukcion shtetëror, po qa është, qa thoshtë atje se së pash, Nuk lexohet se një. lexova dot. Të them asu se lexova dot. Kush e ka bërë këtë zonë do të na komentoj. Tani kjo thot Drejt. Villa Sofia thot këtej, ë? Po, drejt. Këto videot janë dhe të bukura se shumë njerëz që janë emigrim shikojnë vendin e tyre, sidomos ata që kanë vite pa ardhur. U jep nostalgji. Kujtime Po, është e vërtet, u jep nostalgji. E pam shumë edhe nga videot e Mazhar Sinanaj që komentonin dhe thoshin për salarin. Të dashur miq, të ishte për stresin, do vetëm të udhtoj. Po, Po problemi është se duhet koha. kjo është sot ishte shumë e shkurtër. Pra ti them nëndjetën, kur do ikim? Ja, Se nuk është se ka qenë dhe koha. jo, Ka dakor. qenë shumë keq se Edhe plus kemi Plus, qenë me pak të thënë, angazhuar me punë. nga kemi dy të qenë dhe- diela ne kemi qenë të angazhuar, nuk kemi pas mundësi që bëri diell, pastaj ka qenë koha vërtet e Shumë e keqe. keqe, po. Shumë e keqe. Vërtet. Se tani këto janë udhëtime që i bën për qejf, nuk i bën vahalli.
Mua më pëlqejnë udhëtimet e gjata. Më pëlqejnë shumë. Ja ta shikojmë tani ku do na çojë Nandi. Se destinacionet i zgjedh Nandi. Destinacionet i zgjedhin tani çik, më thoni i zgjedhin pak edhe në bazë të kanalit se gjithmonë do të zgjedhësh një destinacion të ri. Besoj në pranver do bëjmë atë deri në Valbon. Nga Shkodra, Leqet e Hotit deri në Valbon do bëjmë, por tani andej as që bëhet fjalë, sepse si e planifikuar ka ngrica dëbor. Po, kur donin që ta bënim, Po nuk patëm kohë bëm thethin. Dashur miq, nuk e di çfarë keni për të thënë. Unë besoj se doli udhëtim i bukur. Shumë e bukur si zonë. Fiks për motora. Edhe ky asfalti ngushtë, po të paktën nuk të streson siç të streson off-roadi. Tani besoj këtu është mirë të ndalojmë të bëjmë një video, si thua, sepse është gjithë zona këtu, po jemi që keq. Po s'ka ku ndalosh tu. Vazhdojmë apo si thua? Vazhdojmë, po është e bukur shumë, po se... Jo, në këthes nuk ndalojmë dot në po. Po se nuk ka ku të ndalosh. Shumë e ngushtë rruga. Ishte bukur atje bëjmë filmin. Shumë fare. Por këtu mund të ndalojmë, si thua? Po. Këtu s'kemi as malore, as gjë. Të presim dhe Edin, të bëjmë dhe një filmim. Kujdes se po vjen një makinë zbritshik. Se pash një makinë që po vinte. Të bëjmë një filmim. Po të vjen makinë, mos e zi rrugën, ja vetëm që të bëjmë një filmim, hape rrugën. Po kamerën ti me koke. Se mora. Ja dhe o gjaku aty. Sikur ishte më e bukur e pjesa... Po, se këtu na pengojnë Po, këto. ishte më e bukur. U lodhe? Okej. Allah. 3 kilometra? Jo, ore, jemi qik. Si kaluat? A? Ja, një sekunda shikoj. Jemi 15 kilometra. Që atje? Që këtu. E çfarë tha, po dëgjova unë. S'ka gjetë që. Po më duket shumë e bukur. Po më vërtet shumë e bukur. Shikoj me vetëm me borë. Shiko sa e bukur është. Kujdes se... Ja, shiko sa bukur duket. Shiko? Pate. Ishte ngrop dhe më la pa frim.
se nuk po e isha shumë po kisha vëmendjen te pamja që sa bukur që është. Kjo. Nuk e pash, qa bëri? Qa bëri fare, s'pa të rrugën fare. Ja, qa dhe ne, këtu duhet filmoj e ti? E lezeqme, vjosa poshtë. Shumë bukur është. Tani është vjosa apo është në një degëzim i vjosës? Vjosa duhet jetë. Shumë bukur që në ka. Ule të thotë, të tha ty. Papa. Shko, shumica e shoferave të vjetër, brezi vjetër me thëmë po e them, nuk ka rëndësi se sa shpejt ose sa vash je ti. Thjesht që shikon motor dhe i duket sikur je shpejt, ti mund t'jesh dhe me 5 në orë. Përshëndetje. Nuk të pati shenjë. Do me thënë ti mund t'jesh shumë avasi si ishim aty që ne ishim me 5 në orë aty dhe ai të thot prap ule thot. Edhe nuk e ka as që je shpejt, po thjesht që shikon motor dhe mendon që je. Hajde po e them ndryshe tani që e kanë të lidhur motorin me rrugacerin. Edhe po je me motor, je rrugac, se të shpejt. Ja, gjatë tire ti dhe në fund fare, më mi kështë të këtë që në fillim. Po tani, po e qoja qikë si me anë dhe në fund fare e plasa. Po kjo është e vërtet, e kam vënë re do me thënë. Wow, shumë bukur këtu. Stresi më duket se erdi në origin. Pse? Si ja dhe? Po thashe, po thot kë. Se kitën sa qapa mishta. Jo, e kisha fjallën në origin me thënë përsëri në udhtim me motor. E mora, kuptova. Sa u bë pako e gjatë, sa u bë, bëja 3 muaj. Shumë. Shpresoj mos të kemi më. Një përshëndetje edhe për Gëzimin a Kërçova, sepse Gëzimi është nga të parët që komenton kur edhin videon e re dhe biles Me zina pret. me zina pret dhe na kishte qortuar tani që hap gjithmonë YouTube-in thosh për të parë që ose keni edhe në video të re. Gëzimi është nga Kërçova e Maqedonisë së Veriut, por Madje dhe në ka ftuar. po na ka ftuar, duhet dhe me një moment. Ose mund të lëm një takim dhe ta bëjmë një udhtim së bashku. Po në qa vëndi ishte Gëzimi, më kujto pak që thot Të them të drejtë nuk e kam në fiksuar mirë. Zyri më duket. Po nuk më duket se po. Nuk e di, udhton shpesh në Zyri. Do ta hap ta shikoj se po gjithsesi e përshëndesim. Është bashkë me udhëton bashkë me Nusën. Me zonjën. Me zonjën bashkë me stresin po i themi neve. Nuk mërzitet Gëzimi, se kuptohet për humor e kemi. Edi, duket Edi. Edi prite kur na bëjnë një telefonat. Po jo, nuk njetë se di kështu. Jo, po vjen. Ti është ka cikle me rak motori, se nga që thash e ka të pashtruar akoma dhe nuk nëve të sforconte. Ta është mirë që nga vërtet spektakolare. Është shumë bukur, ishte një pjesë atje që Edhe kjo rrugë, si pa plan doli në momentet e fundit, po nga doli bukur. Qyteti flet, por semra rëzgjuar. Një mendim i
s'ka të shumë. Drita tretë në gjamin e lagu, koha ikën, shpirti mbete i varu. Mos më pyet pse son të zërim, jam i humbur me frikës e një premtim. Nëse flem, mos më zjo përsëri, më mirë unë base sa jetoj pa ty. Ora ndalet për jo kujtimi, çdo hap që bëj gabimimi, në sy mbaj zjarr, në shpirt një plak. Dashuria ime e bukur por e vrar, në pasqyra shodhi këtë tjetër, jam i njëjti, por më i vjetër. Mos më pyet pse son të zërim, jam i humbur me frikës dhe një premtim. Nëse flem, mos më zgjo përsëri, më mirë unë base sa jetoj pa ty. Nëse largohem, mos më ndaj, ka betejë që fitohen edhe pa Kjo rruga tani që është? Mos është rruga e re kjo, ne kemi kaluar në rruga e vjetër. Po nga të vjen ajo? Bën ca pyet, sigur jo. Po është nga rruga e re komplet, vazhdon lart. Po do të jetë rruga e re. Si bie, të vinga me Malia i si duket. Po shkoputa. Nuk po të dëgjoj. Asus po të dëgjoj ty, një sekundë s'po bëm bie telefoni, një minutë. Jo, mos të ka rënë telefoni. Më dëgjon? Tani të dëgjoj, po. Nuk e di pse u shkoput. Varet. Të dashur miq, ju nuk e kuptoni diferencën sepse është tjetër Bluetooth i helmetës që flas unë me stresin dhe është tjetër mikrofoni që regjistron kamera. Kështu që ato ne mund të mos ta dëgjojmë njëri tjetrin, prap regjistrimi i audios vazhdon se janë në mikrofonat, apo jo? Po. Tani do zoti mos ka në shkëputje, po se di. Qa fshati është shpia se tim fare. S'kishte tabel, fare. S'kishte tabel? Jo. Nuk ishte. Është shumë e bukur si zonë. Shumë fare. Ja se dinim fare në këtej. Shumë e i ftohtë tani. Kjo është temperatura. Po realisht vetëm po ngjitemi, 10 gradësh tani, po vetëm po ngjitemi. E di është mbas. Po, e di ne kemi mbrapa tani.
Shpresoj veti mos të jeti pari dhe udhimi fundit që bën me ne. Jo, nuk po të mendja. Ai, ata sa po e filluan udhëtimin me ne. Si thanë? Dhe jemi për udhëtime të gjata. Kjo ishte pika me dorë, se mos zbritja tani. Mendoj se po. E di që mendoj unë. Pas kemi një liqen ati, apo është... Liqen është ai, shumë i bukur. Shumë bukur, no? Po mos është kjo rruga e re që u bë që lidh të Pelenën me Beratin. Po dio, duhet Është shumë e bukur. Se duket që është asfalt i ri. Po, Po, do ta shikojmë. në ardë, do të Po shkojmë në duket se po, kjo duhet të jetë. E kjo po të kishim kohë, kishim tit, nuk ishte keq që ta bënim në Berati kthimin. Në qoftë se është kjo rruga, po më duket se kjo është. Po e bën, se nuk besoj se shikojmë në rrugën e ardë. Kjo duhet të jetë kjo, po. Po, se është rrugë e re. Nuk ka shumë kohë që u përurua kjo si rrugë, tani më duket në vjesht. Shumë është ai liqeni atje. Liqen është. Po, sa shumë po e ndi të ftohtin tani, no? Jo, mos për ndje fare. Unë po e ndi shumë. Po, kur të bjerë nata, qa do pështi? Në do bëj, asve që do bëj? Ti do të më kam ftoht kash. Do stresi të bëj udhimet i gjata. Pse, qa ka? 4 kilometra jemi. Po ashtu do pyesim sa larg është, në qoftë se është kjo, ose do shikojmë, do vëm Google-in njerë sa na nxjerr për në Berat. Po është se e ka azhurnuar Google këtë rrugën. Ishte një rrugë me çakull atje, është nga ato rrugët që i pëlqejnë stresit. Edhe... Pa. Po, kjo duhet jetë rruga e re, sepse as vizime nuk i kanë vërende. Kështu që kjo duhet të nxjerrë në Berat. Që keq kë. E vendasit është mirë të ndalosh, të bësh të shkëmbesh në një fjalë, sepse mëson ca gjëra. Ishte një si ti pusë ati dhe lexon të mos u afro. Sa ishte pus? Dhe lexon të mos u afro. Tani una kurioziteti. Ti do afrohesh. Dhe vija ta Ne shikoja. shqiptarët jemi për së prafi. Atje ku do të mos u afro, atje kurioziteti. Duhet vesh të afrosh, të shikosh. Nuk e kuptojmë që kurioziteti vrau macën. Po.
Nga ka dalë kjo si shpreja. Po ja, nga puna stresi, që thot, tabela mos më ofro stresi, thot, të vetë ta shikojnë, thot, qa është, thot. Edhe si duhet të reprosh në këto... Jo, po dhe të pa qa ka brënda. Dhe të pa qa ka brënda. E, mos është kjo Villa Sofia? Nuk e di. Sot aty tabele dhe mund e tjetë. E, po rruga këtu deri, këtu ishte asfalt më duket mua. Andaj është qako tani. Po, Jo, kjo, s'është- Sofia on top. Ku e ka? Po. Po, se unë e kam vënd glavë këtu, kurse kjo është... Kemi dhe pamja të lartë. Unë e kësha vënd glavë, me thëmë për në fshat. Rëndaj më të tregon dhe 2 kilometra akoma. Prandaj u trëm. Hajde stresuj. Prandaj u trëmbeti. Dëgjon. Gati, unë jam ai Gjeniz. Përshëndetje të dashur miq. Sot kanali Albi Adventure, siç e patë edhe gjatë rrugës. Unë nisëm nga Vlora për në Glav. Glavën e merr Tepelena. Dhe një miku, ose më saktë një miku i Edit, i sugjeroi që të vëmë te Villa Sofia. Dhe na doli fiks një mikpritje e jugut, tradicionale e jugut. Faleminderit. Etem Barjami është, do thosha, i zoti shtëpisë. Faleminderit. Etemi është nga të paktët ose i vetmi deri tani që na ka pritur me gjithë kuptimin e fjalës me përqafim, me thënë duke na përqafuar. Ju bësh shumë qefi që në këtë ditë dimri i erdhën dhe vizituan. Faleminderit. Etem, mund të na thuash diçka për zonën, për çfarë njihet? Patjetër. Atëherë. E para ju falenderoj nga zemra që erdhët këtu. Ishte, si i thonë, një fan spathi për mua kjo. Se jeni shumë të mirë, jeni 4 yje, njëri më i mirë se tjetri. Dhe ju falenderoj sepse unë më ndihem vërtet shumë i gëzuar dhe i lumtur me juve. Se ju të rinjt jeni ata që do të çoni stafetën para dhe
të jepni ne, që jemi edhe pak më të moshuar në moshë, që të jepni një farë optimizmi për jetën. Unë jo pa vështirësi, kjo ka qenë një zonë ghetto më përpara, por një zonë mjaft e mirë nga kushtet klimaterike dhe me vlera turistike. Këtu jemi në një vendi quhet Glavë, vendlindja ime, ku unë kam kryer arsimin e fillor dhe të vjeçar dhe pastaj kam ikur Gjirokastër, Tiranë. Por këtu jemi në lartësinë 1000 metra mbi nivelin e detit. Këtu janë 3 çuka të Glavës, të cilat Më falë, çuka jo i thoni Majës. Majës. Po, Majës e Malit. Sepse dhe te parlamenti grek është shkruar që ata duan të krijojnë atë tashuquajtjen europik, po nuk e arritën dot. Janë zhvilluar I lëm politiket mos e vrim mendjen. Janë zhvilluar luftra italo-greke, sepse deri këtu synonte greku që të vinte. Këtu ka shumë tunele të kohës komunizmit, është një vend strategjik, Tunele ushtarake, po. ushtarake të kohës komunizmit, ka pa fund. Po kështu, të 3 malet janë të pasura përveç shkurrave natyrore, por edhe me bimën medicinale sherebeli. Të Në cilat Sherebeli, po. Po sherebeli është një çaj anti-Covid që kompania amerikane kontaktojnë këtu persona të fshatit që Të zonës. sherebeli. Është i bërë vetë, ka bërë zoti, si i thonë. Nuk ka lagështi dhe ka një pozicion geografik që shikon pa fund majën e Tartarit, Sazanin, Karaburunin. Po, kjo të dashur miq ishte vërtet pavarësisht se tani kamerat tona nuk janë kamera aksioni dhe nuk duken, por që një moment kur ishim aty na tregoi Etemi dhe dukej harkorja e Sazanit, domethënë dhe unë nuk e prisja pavarësisht se jemi nga Vlora, nuk e prisja ta shikoja Sazanin çiftej. Po, në Via Aurore. Se në Via Aurore jemi 60 kilometra. 50-60 kilometra, po. 58 kilometra. Dhe është një mrekulli. Këtu shumë turist, sidomos në Behar që vinë, e ka masin lagështirën dhe zero. Zero lagështi, pavarësisht se jemi 1000 metra mbi nivelin e Po, detit. vinë dhe rrinë disa ditë, ku vemi vizitojmë liqene, kaskada, tunelet komunizmit, do më thënë, dhe ndihen shumë mirë. Dhe këtu ka vetëm lektori dhe ushqimi, besoj e pat dhe vetë, është bio. Po, nuk ka, tani të vish tu si na tha dhe një histori e Temi që kishte ardhur dikush e kishte kërkuar peshk në maj me 1000 metra. Po i ndodhin të Kuptohet, po. çast ndodh. Tani kjo rruga që pam që të maj sepse kanali jonë është më shumë kanal që janë fansa të motorave, me thënë njerëzve që u pëlqen të udhtojnë me motor dhe na intereson pjesa jonë. Patjetër. Të futemi çik nga atë Është pjesë. kënaqësi. Kjo rruga që pam tani një moment sepse që e gjatë xhirimit që bëm kur erdhëm. Kjo është rruga e re që është bërë tani nga Tepelena në apo ku vete kjo në Gjirokastër nga fillon. Kjo rrugë vete edhe në Gjirokastër, vete edhe në Përmet. Jo, përveç rrugës nacionale që e dim që vete, po që kjo si rrugë që pam, me thënë që është që vete deri në Berat, është rrugë e re, duket që akoma s'ka mbaruar se po bën Një burim. rrugë ekzistuese po bëhet dhe është një Po, me thënë lidh Beratin Beratin me Përmetin. me Përmetin. Ah, vete deri në Përmet kjo. Vetë deri në Përmet. Dhe Përmeti deri në pikën kufitarit të 3 urave quhet. Po, kemi qenë aty, Dhe kemi kalon një për në video, Greqi. po. Por kjo është një zonë shumë e rrahur edhe nga motorat, jo vetëm shqiptar, Po. por tuaj. Sidomos me tuaj këtu ka ndodhur që kanë ardhe 85 motorë në një ditë. Po, na e tha e Shoqërimi, kemi këtu 85 me motora. ambulancë, me doktora, me gjithë. Këtu është bërë sikur të kanë pushtuar ata. Me fshati dhe këta fshatarët e mi arakësën për një moment se u duk si qytetës, se ishin ata motorat me 4 rrota, Kishte edhe nga ata. po nga ata më shumë. Po, po. Tani këtu ka shumë internare të cilat unë po ja them. Për shembull, Po, sepse na interesojnë edhe për njerëz që shembull. janë në këtë lloj sporti, me thënë po. te motorat adventur. po ju falenderit. Dhe ju falenderojnë shumë nga zemra që djemë të tillë dhe vajza kaq të mirë, vinë këtu tek ne. Dhe kjo është një risi për mua dhe unë jam shumë i lumturuar. Unë nuk ua them për kompliment. Jo, dhe ne prandaj e kemi që të promovojmë Dhe- sa më shumë vende të për tilla të shembull, Shqipërisë. Në qoftë se ju mund të organizoni një internar, do të ishte ky për mua. Nga Vlora, Vllahin, Poçem, Ninësh, Levan, Alkomemaj, Glavë. Më fal, Levan thoti? Levan nga Ninëshi Po i futesh bie nga Poçemi 25 sikur kilometra. kthehemi mbrapa në Levan. Jo s'kthesh, nga Poçemi, do vish këtu në Fratar, futesh në një rrugë, lexon 25 km Arabie, është ky fshati këtu. Po jemi shumë afër. Majtës, po, 25 km është. Internari tjetër është
nga Glava, mund të kalosh prap për në të qenë Rabis, për do kthesh Djathas dhe veten Plashnik, Sinj dhe zbret në Berat. Nga Berati, mund të vish rrugën nga Berati, kjo rruga që është ekziston, Kjo që është bërë po tani, ka dhe komplet? rrugë për motora, të cilët e bëjnë dhe të huaj, e kanë bërë, sepse Po. mua mi tregojnë se ku vene kështu, sepse vinë pothuajse çdo vit grupe të mëdha, do të kaloni. Varianti i parë është nga Berati në Poliçan. Futesh në Tozhar, si quhet ajo, Dodovec, Secke vogël, Secke madhe, Glav. Varianti tjetër, nga Berati, Çorovod, del në këto Malin dhe çaja në ato fshatra dhe del në përmet, dhe në përmeti prap. Përsëri këtu. Pra, është rrugë që në Behar dilet, sepse është rrugë gjade, që e kanë fshatrat, po nuk është me zhavor, me kështu Me asfalt. që me asfaltur. Pra është një internar shumë... Është rrugë fiks për motorat Është atë rrugë ventur. shumë Po. fiks. Po. Po kështu, ka dhe rrugë që ujtë e zi, themi ne, na Poliçani, ngjitesh dhe del këtu në tërpa, që vjen prap këtu. Pra ka disa variante, ose mund të ngjitesh edhe në majën e Trebeshinës, në qafën e Kiçokut, që ngjitesh lart, Po vete rruga dhe për vete motorat. rruga, po dhe atje. Vete dhe aty ka lartësi, pra pa fund, ka çajmali, ka gjëra shumë interesante në këtë zonë të cilë turistët e vlerësojnë shumë. Tani, gjatë drekës që konsumuam, na the dhe diçka për një maj mali ku tha na the që ka vajte Duçja, si është historia? Këtu në majnë e malit Glavës, Mali Glavës, po, kështu quhet? sipër, ka Po. qenë baza e ushtarëve italian, Në luftën e italo-greke, po. Dhe në 2 mars të vitit 1941, ka qenë Benito Mussolini aty lart, të cilët edhe në foton që Po, e që nga treguam, pam aty, po, dhe kjo ta shfaqim tregon tani në ekran. momentet kur me generalit e tij tregon se ku duhet të gjuante në drejtim të grekëve dhe Athinës. Atë sepse këtu ishte lufta për territor. Po, e kuptoj. Aty lart ka qenë baza e ushtarëve italian dhe ka dhe një diçka interesante që një lisi, që unë e mbaj mend që i vogël, ai lisi sa vjen e rritet edhe do zemrat të zmadhohen, është një lis me 3 zemra, që ushtarët italian me kulturën që kishin në ato vite, i bënin këto në kujtim të dashurave të tyre, po dhe familjes, nuk ishte thjesht. Ne, se ata kanë qenë romantik që në atë Romantik, kohë, se italianët janë ne ishim fatmirësisht. akoma lidhe qeni ti moj qene, Po, lidhe për... kokë të satëme. Se ata janë ishin me kulturë, Po, që ka vërtet, rrezik, po. nuk e di, e harrin dot apo jo, dhe ajo është Jo, unë një besoj se ja kemi kaluar tani. ajo bile është një tip magneti aty që shumë të rinj të huaj, bile nga Universiteti i Mjekësisë Kölnit, dërgojnë njëri tjetrin që janë të dashuruar dhe kur ikin këtej rrin 2-3 ditë me dron atje. bëjnë filmime të shumë zonës. Jo, bëjnë lisin e këtë zonën dhe shikojnë Sazanin, Karaburunin, në darkët me teleskop shikojnë Leçen, dritat e Leçes apo të Brindisi dhe ikin shumë të dashuruar. Shpresojmë që t'u bëj mirë kjo gjë, domethënë. Atëre ne Prisni sa të zbrisni deri në Berat. Po sa zbresin Berat, pastaj them unë nuk e di, mos thashë. po e kuptoj. Domethënë Atëre ne të premtojmë që sa po të futet pak pranvera, me dhënë që të ngrohet dhe pak koha, është kënaqësi. do ta bëjmë një takim të dy, do vim pse jo të flëm një natë. Në mal lart duken 8 qytete me sy, në mal do t'i shikojmë. Sazani dhe Karaburuni duken akoma më kështu në pëllem të dorës, po shikojmë qytete si Fieri, Berati, Kuçova, Dimali, Lushnja dhe deri Durrësi në sfond. Se jemi në lartësi, po sepse nuk ka pengesë. Nuk të pengon asgjë, po. Nuk pengon asgjë. Po sepse mbas këtyre maleve është Myzeqeja, pastaj e cila Po, është Myzeqeja fush, dhe do shikoni detin dhe të gjitha. Dhe Gjirokastra, Tepelena me Malje. Atje lart. Atëre Duken gjitha. të dashur miq, u rekomandoj me plot me zëmër, domethënë që ta vizitoni Glavën. Mos harroni Etemin e gjim gjithmonë këtu apo bën një shkëputje për Tiranë Etemi. Këtu. Këtu je. Këtu unë tani që po plaken nuk mikën në Biles mendje. ka bindur dhe zonjën që e ka gjithmonë me vete, vështirësi me mbasi na 2 vështirësi. vjetësh, po Mirë, në rregull, e ke bindur, kjo e kam është bindur. në rregull. Herë tjetër kur tjetë dhe ajo do kënaqen. Natashën e përshëndesim shumë. Po, dhe Rrofë, zonjën e Etemit, të Dhe ne të përshëndesim. kemi si vajzën tonë ty.
bashkë me Edem, e mbyllim këtu, ishte kënaqësi. falenderoj Nandi. Falenderit. Atëre, shpresoj të takojmë së Ju bekoj shpejti. Zoti për të mirat që bën, se kjo ishte një farë surprize për mua. Që Ishte me bet këtë edhe e publicitet, pa planifikuar, pas një lloj Edi më tha sot që do vemi në Gllav. të falenderoj. Ishte po. Dhe unë krenoj me ju Ja se mos u në Vlorë. Ishte komplet spontane, doli më mirë s'kishte Po kuptuar. kështu është më mirë. Ishte, si e nisëm, Dhe më tha kam dëgjuar tha për në Gllav, thotë është një Villa Sofia, i thash hajt vem ta shikojmë, kupton. Po, më vjen edhe ai fisnik sulaj këtu ndonjëherë. Ka dhënë ashtu. Se çoku këndoj me atë ndonjëherë. ma tha një shok Gjergji, ku të vete i thash unë këtu afër në jug, mos të largohemi shumë, ik në filan vend më tha, ma ik te Villa Sofia. Shumë falenderit, se na Vlora, që t'jemi sinqert, nuk ka shumë vizitor. Kam shumë berat, na Beratit dhe Tirana. Unë jam i mendimit më pak që pse jo nga Vlora po të vjen nga Shkodra. Po, është kënaqësi nuk ka sepse në shumë, po. më Vlorë që besoni. e kemi përballë, kupton. Jo, Po ne nuk e jemi- din shko, ndoshta. ne jemi Dhe këto rrugët. Kanali ynë është, me thënë, kjo është gjë e mirë që YouTube-in e ndjekin ndërkombëtarisht, me thënë edhe Ju shqiptarë që falenderoj. janë jashtë. O Zot. Kështu që do ishte gjë me bukur që sepse nuk duan me njerëzit destinacione të njohura, nuk duan autostradat, Jo, duan vende të virgjë. po në vende të pashkelura, Pashkel. vende të reja, vende me thënë pak a shumë të harruara në Harruara, histori, kjo me është e zot. gjitha. Ju falenderoj shumë. Atëherë edhe një herë faleminderit për mikpritjen Faleminderit juve, dhe shpresojmë në një video të ardhshme gjatë kësaj pranvere Dhe Zoti ju bekoft. të na tregosh më shumë për vendin. Patjetër. Në rregull? Do bëjmë gujita. Faleminderit. Do bëjmë gujita. Patjetër. Dhe do kënaqem. Patjetër. Unë jam pak i moshuar, po kam një makinë, ajo është kështu mushk fare. Që i moshuar nuk quhet saj, je 27-28 vjeç. Jo, jo për 33. Ju Atëherë, falenderoj, të jam dashur shumë i miq, lumtur. këtu po e mbyllim video ton Faleminderit dhe shumë. shihemi në videon e radhës. Faleminderit. Faleminderit. Rofshi. Gjithë të mirat. Faleminderit juve.